Asnjëri prej neve nuk e ka të garantuar se ka me jetu 100 vjet. Kërkush s'është i garantuar. Do u thonë edhe na që vim në xhami, ndoshta dikush prej neve sot e ka vdekjen, ose nesër, ose mas një jave. Nuk është me rëndësi. Por edhe ata që zvim, njëjtë. Tash çysh duhet njëri i mençur me u sill në këtë situatë? Ekziston një përfundim i jetës së kësaj bote, një kufi. Për te ati kufini ekziston diçka tjetër, ajo është bota e përtejme, ahireti, e cila fillon me vdekjen tonë, me varrosjen tonë, mirë, po ajo bash realja fillon me ringjallje. Çka ka pas asaj ringjallje? Pas asaj ringjallje ka llogari, ka hesab, auditim. Pas asaj ringjallje ka vumje peshoj të veprave, ka ardhje të regjistrave, ka përballje me ato çka kemi bë. Masandej ekziston se cili ka me marr rrugën e vet. Ka punu mirë, e merr rrugën e njerëzve të mirë, ka punu keq, Zoti na rujt, e merr përfundimin e njerëzve të keq. E sa ka me zgjat jeta atje? Ka me zgjat përgjithmonë. Nëse dikush e sheh se as pas na bë mirë, a ka mundësi me ndrru? Jo. A ka mundësi me u kthy? Jo, valla, nuk ka mundësi as me u kthy. E çtu ka pra rëndësia e kësaj që Allahu po na thot, edhe po na mëson se imanit jepini përparësi kreta të tjerat, nëse ka nevojë me i sakrifikoni, se dhe ashtu, ato i keni përkohësisht. A imani është investimi për atë e cila është e përhershme.